Tragedia në familjen e ish finalistes së Big Brother VIP Kosova, lëndrimi ngushëllon Elionën për humbjen e Xhaxhait. Një ngjarje e rëndë ka tronditur Gjakovën ku 38 vjeçari Rasim Binakaj humbi jetën si pasojë plagëve nga arma e zjarit. Ai rezulton të jetë Xhaxhai ish finalistes së Big Brother VIP Kosova 4, Eliona Binakaj. Humbja e tij ka prekur jo vetëm familjen, por edhe shumë të njohur dhe banorë të zonës, të cilët kanë reaguar me dhimbje për ngjarjen. Në rrjetet sociale nuk kanë munguar as mesazhe të ngushëllimit, mes tyre edhe fituesi Big Brother VIP Kosova, Londri Mekaj, i cili ka shprehur mbështetjen për familjen Binakaj në këtë moment të vështirë. Ngjarja ka sjellë reagime të shumta dhe ka prekur komunitetin lokal, ndërsa familjarët dhe të afërmit po përballen me humbjen e papritur të 38 vjeçarit.